Jam në studio me zotin Eduard Ndocaj, kandidat për deputeti koalicionit Euroatlantik në qarkun e Lezhës, me cilin do të zhvilloj një bisedë sa i përket detajeve për arsyet e kandidimit, për programin e tij, si dhe objektivat për parlamentarët e 11 majit. Është kënaqësi që të kam studio zotin Ndocaj. Merci, Emja. Po bëj një CV për publikun, i cili ta di pak a shumë sa i përket biografisë suaj dhe tek sa vura re disa gjëra interesante. Jeni një njeri polivalent, me pasion për pikturën, më pas vlerësimet si një ndër polombarët më taft të ushtrisë shqiptare, studimet për gjeometër, inxhinier dhe më pas një karrierë e suksesshme si sipërmarrës, por edhe deputet i Kuvendit të Shqipërisë në 2015. Keni marrë shumë vlerësime nga autoritetet italiane, sa i përket arritjeve në fushën e biznesit, por edhe mbështetjen që ju keni dhënë emigrantëve dhe angazhimin tuaj në fushën sociale, por gjithashtu edhe në fushën politike. Siç e thash edhe më herët, një CV e pasur që duhet thënë nuk është se e kanë shumë persona, nuk e ka kushdo. Për ta nisur pyetjen e parë faktikisht, pse jeni bërë pjesë e garës për parlamentarët e 11 majit? Më duhet ta nisi herë duke shpreh me të vërtetë indinjat për çka ka ndodhur në Laç te kisha e Laçit, duke i uruar shëndet të plotë dhe shpresoj që mos agravoje shëndeti i tyre, sepse është tronditse, ai vend është i shenjtë dhe aty shkohet për të lutur për vete, po edhe për tjerët, po jo për të vrarë dhe për të masakruar siç ka ndodhur. Dhe kjo bën sepse ne jetojmë në një vend të stresuar tashmë. Ne jetojmë në një vend ku e mblon trishtimi, dhimbja, varfëria dhe qytetarët janë edhe tek një vend i shenjtë janë të stresuar saqë edhe aty ndodhin sherrë të tilla të pa logjik dhe të pa nevojshëm. E qartë, një ngjarje e rëndë, zotin Ndocaj, me të vërtetë që e cekët që në kryeterës dhe me këtë çelëm edhe edicionin, pse kjo pasiguri për jetën sipas mendimit tuaj? Kjo pasiguri për jetën vjen sepse arritja më e madhe e kësaj qeverie ka qenë sepse ka dorëzuar pushtetin tek bandat, krimi i organizuar, oligarkët që janë të përfshirë në banda të ndryshme. Dhe kjo është pasiguria që e karakterizon këtë vend, sepse pushteti ka rënë tashmë, s'kemi siguri, policia një pjesë të tyre dhe unë i përgëzoj sepse e bëjnë me devotshmëri dhe pa diskutim kjo pjesë, se vend dyshim të pjesë, por ne kemi pa ato incrociatet ku shefat mëdhtë policisë, shefat krimeve të antidrogës bashkëpunojnë me bandat ngushtë sikur të jenë sekretarë të tyre apo informatorë të tyre, dhe kjo është ajo që po ndodh në Shqipëri. Pasiguria është pika më e rrezikshme që Shqipërisë i ka ardhur në këto 12 vite pushtet tashmë bota quhen narkotrafikant, nuk e quhen më këtë pushtet të ligjshëm, ka dalë jashtë ligjit ky si pushtet. Në këtë zgjedhje ju përfaqësoni një forcë politike e cila ka dalë nga përçarja e Partisë Demokratike. Pse zgjodhet koalicionin Euroatlantik të zotit Basha, pra atë rrymë që doli, le të themi, kundër zotit Berisha, Sali Berishës dhe modelit të tij në politikë? Po, politika është vokacion. Dikush e ka vokacion si Berisha që i ka sjell vetëm dhimbje Shqipërisë, politikën. Dikush e ka vokacion si Edi Rama që i ka sjell shpopullim dhe kriminalitet të jashtëzakonshëm. Unë kam vite që jetoj në Itali dhe këtë pjesën sociale dhe ndihmën e bashkëpatriotëve në atë vend kam 20 vite që e bëj me forcat e mia personale dhe patjetër në politikë jam i bindur që mund të jem një aset për të bërë këtë. Mendoj se kam çfarë të jap qytetarëve të Lezhës dhe të Kurbinit, po shpresoj që të jem në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë dhe të jetë për gjithë Shqipërinë. Kjo është e padiskutuar. Pra bindja ime është për të zgjedhur midis 3 individëve, zgjodha njërin më të mirë nga këto 3, sepse këto 2 janë pa al bashkë. Berisha ishte në pushtet deri në 2013, e larguam për mëkate të mëdha të asaj kohe, sepse ishte një janari, bloku i Metës, korrupsioni, vrasje, krimi organizuar, dhe e larguam dhe u largua dhe dorëheqën. Por minutin që e pickoi Amerika, ai u sul dhe i herë karrikës partisë, mori vulën në bashkëpunim me Ramën, sepse tani kemi dhe zotin Xhaferi që e ka thënë me zëmë figurë që bashkëpunimi i ngushtë midis Ramës dhe Berishës është që në 2008. Mori dhe vulën dhe këto 2 tani janë bashkë kundër shqiptarëve, këto 2 janë bashkë kundër të ardhmës këtij vendi, këto 2 janë bashkë, janë pjesë e krimit, këto 2 janë bashkë sepse e kanë masakruar këtë vend, është shpopulluar falë të 2-ve. S'mund t'ja faturojmë vetëm Ramës apo vetëm Berishës.
Qartë. Në 13 vite ishte kryeminist zoti Berisha dhe u shpopullua gati 1 milion nga 92 dhe në 2013. 1 milion shqiptarë janë larguar nga kjo distancë. 2013, 2025 edhe 1 milion tjera. Pra ne kemi 2 individ që e kanë bërë me devotshmëri gjën më tërë të këtij kombi, shpopullimin, sa rriti as turku, as serbi, as malazezi, ta bënte. Do të vim tek kjo temë, por për të ndalur tek një pikë tjetër. Ishte reflektimi juaj që ju bëri pjesë të garës në qarkun e Lezhës, apo ishte ndonjë ftesë që erdhi nga zoti Basha? Reflektim, sepse unë jam tërhequr ose nga politika. Kam kandiduar dhe kryetar bashkie kur zoti Berisha tërhoqi këtë trupat, sepse ja fotoron Lulzim Bashës, po i bindur se urdhë vjen nga zoti Berisha, kjo është e padiskutuar. Në 2019 që nuk kandiduan në asnjë qark të Republikës Shqipërisë, në përbashkit ndryshme me Partitë Demokratike dhe ja dorëzoi 61 bashkit në tavolinë zotit Rama. Kam kandiduar dhe në 2021, patjetër, pra është një diçka që pra është rrugtim që faktën. Cila është risia e koalicionit Euroatlantik me syrin tuaj tashmë në këtë rrugtim që ju e keni bërë? Si e shihni? Çfarë risie kanë në këto parlamentare të 11 majit? Risia kryesore është se një pjesë e madhe e kandidatëve të koalicionit Euroatlantik janë emigrantë dhe ish emigrantë që jetojnë nëpër botë. Dhe risia tjetër që e bën këtë koalicion të besueshëm është një program që ne kemi publikuar që me 1 qershor dhe është kopjuar tani nga 2 forcat politike të mëdha dhe mirëbollësit paktën e ka një diçka që e kopjojnë dhe duan ta vënë në treg. Risia tjetër të jesh pjesë e këtij koalicioni është sepse ne kemi zgjedhur atë që qytetarëve u ka munguar në këto 30 vite. Listat hapura. Pra, të votosh, ka qenë edhe në kod Partisë Punës, deri në orën 9 mjesit u votonte 99% dhe u mbylleshin kutitë e votimit, fitoi Partia Punës dhe kaq. Kurse të zgjedhësh njeriu që ti mendon se të përfaqëson në Parlamentin e Shqipërisë, është një risi që shqiptarët në këto 33 vite se kanë pas. Nuk e kanë as në këto zgjedhje 2 forcat politike, sepse në qarkun ton janë mbyllur 2 individ në listat mbyllura, siç është ministri i drejtësisë Olsi Manja, që është njeriu i dosjes Dibrës, që duhet ishte në burg dhe jo kandidat për deputet për qarkun tim, dhe një njeri që s'ka lidhje me Lezhën, sepse si jeton as Lezhës, është qytetar i Lezhës, i nxjerr nga qyteti i tij i Dibrës në mënyrë të turshme, sepse se voton askush, dhe po të ishte në listat hapura zoti Manja, një vot do merrte në Lezhë, do merrte vetëm votën e Pirindreu, te kryetari i bashkisë, që është një njeri tjetër në dosjen e Dibrës, që është i përfshirë, dhe në disa dosje të tjera, sepse ne i kemi parë që shkojnë në SPAK njëri mas tjetrit jo si vipa, po si të pandehur, si njerëz që hetohen për korrupsion, për E kuptoj. Si qytetari i Lezhës dhe ky rrugtimi juaj që ju e sqaruat faktikisht dhe duket që jeni mësuar me objektiva, të cilët mëtoni që t'i arrini gjithkohës, si forcë politike, çfarë objektivi keni në qarkun e Lezhës ku ju kandidoni, ose e thënë më thjesht, sa mandate synoni zotin Docaj? Ne po të ishim në një vend demokratik, ose po të ishim në një qytet si Milano, që unë jetoj ka 30 vite, dhe po të kishim përballë 2 forca politike që akuzohen për krime kaq të rënda ndaj qytetarëve, ku janë shkel drejtat e njeriut me 2 kamp, janë shkel gjithçka. Ne do të dilshim 7-0 në Lezhë, duke parë skuadrën tonë dhe skuadrën atyre. Dhe kjo është një në pikat kyçe që u bë thirrje qytetarëve që koalicioni Euroatlantik do ishte një rjesi që ta votojnë mbinshëm dhe masivisht për herë të parë kanë këtë mundësi, sepse s'e kanë pas kurrë. Kanë pas gjithmonë 2 forca politike në këto 33 vite, pra OPD, OPS. Pra tani ka një alternativë. Dhe me listat mbyllura. Ka një alternativë të jashtëzakonshme dhe me listat hapura dhe janë kandidatë të jashtëzakonshëm në listat tona. Ne shpresojmë dhe jemi të bindur sepse ne po luftojmë për mandatin e dytë të qarkut Lezhës, sepse koalicioni Atlantik po bën një fushat dinjitoze, të ndershme, qytetarëve u kërkon votën dhe u shpjegon programin dhe nuk u ofron para si që ofrojnë 2 forcat të tjera politike, se ne na thonë se sa herë takon disa njerëz, ju sa ofroni sepse këto ofrojnë kaq, pra është i diçka që vazhdon të jetë kjo. Nuk kërcënojmë me bukën e gojës qytetarët e Lezhës, po ju ofrojmë një program dinjitoz, saqë bashkia tani e ka vënë dhe kusht
njerëzve vetë, se do të sjellni në çdo takim 5 veta. Pra është kusht nga bashkia? Kusht nga bashkia që këto do të sjellin njerëz në takime, sepse s'u shkon askush. Në fshatin tim, për shembull, si është asnjë fshatin tim në takimin që bën, në fshatin Manati. Asnjë qytetar i Manatis nuk ishte në takimin e tyre, ishin njerëz të ardhur nga zona të ndryshme për të bërë takime dhe këte kanë si punë organizimi, sepse si njëra si tjetër këtë bëjnë. Për të ndalur pak në terren, faktikisht e kjo çështje që ju e cekët, jeni në terren, përballeni për ditë me këto fakte që ju i thatë faktikisht, shtriren që kanë forcat politike dhe përfaqësuesit e tyre, influencat në terren, akuzat për mbështetje nga grupe kriminale të ndryshme, grupe interesi. Nuk është edhe e largët koha faktikisht kur kemi parë që dalin edhe armët. Por çfarë keni konstatuar ju në fushat, në terren, sa mund të ndikohet vota nga shitblerja, nga presioni dhe prej grupeve dyshuara kriminale? Unë du t'i ftoj qytetarët që t'i denoncojnë, sepse tani kemi një strukturë që është totalisht dhe 100% në krahun e qytetarëve. Drejtësia rres pak. Keni besim? 100%, sepse të paprekshmit tani janë në burg. Të paprekshmit tani janë të akuzuar, të paprekshmit janë drejt burgut, sepse ne mendoshim se Sali Berisha do të përfundojë kurrë i arrestuar, po ishte në arrest shtëpijet dhe në përbot një që arrestohet edhe arrest shtëpijet që është i burgosur dhe pse apo Ilir Meta që e morën zvar nga makina e tij sepse se koncepton të do që unë jam i paprekshëm dhe urdhit të arrestit i qëndrojnë deri në fund saqë u detyruan forcat e rendit se kjo është detyra e tyre, nëse ti nuk i bindesh ligjit, në një mënyrë tjetër do të bindesh. Dhe e tërhoqën zvar një ish president që është e turshme për një popull, shohësh një ish president të hiqë zvar. Unë mendoj se qytetarët do të zgjedhin këtë rrallë të jenë pjesë e asaj që i ka mungu këtij vendi, drejtësi. Dhe kushdo që kërcënohet, qoftë me vendin e punës, qoftë me shitblerje votash, qoftë me kërcënime, sepse i kërcënojnë dhe për prishje shtëpie, i kërcënojnë dhe për prishje shtëpie është si, në ç'kuptim? Ato që janë pa leje, sepse Shqipëria është komplet pa leje, ti ke shtëpinë pa leje, nëse s'voton për leje, i kërcënojnë dhe me prishje shtëpie. Këtë është një diçka që dhe e kanë bërë këto, sepse në Tiranë janë shembe me mira ndërtesa për oligarkët, për investime bandash të PSD-ve që u demonstrua se janë shem shtëpie për të ndërtuar pallate këto PSD. Pra, kërcënohen dhe janë mënyra të ndryshme që kërcënohen qytetarët. Unë do i ftoj që ato qytetarët t'i bashkohen drejtësisë, sepse e vetme shpresë në këtë vend është drejtësia, ndarja nga pushteti. Koalicioni Euroatlantik e mbështet drejtësinë pa kushte. Koalicioni Euroatlantik ka bërë edhe ligjin për këtë dhe ka në programin e saj që asnjë deputet nuk mund të ketë imunitet ndaj drejtësisë nëse ai e shkel besimin e qytetarit. E kuptoj, por të ndalemi pak për të thelluar në një pikë që e lam edhe pak më herët. Ju thatë 1 milion shqiptarë larguar nga Berisha 92, 2013 dhe 1 milion të tjerë nga Rama. Ju jeni shembulli më i mirë faktikisht se si një emigrant me punën të ndershme, me punën tuaj, ja del që të jetë një histori suksesi. Pra si thua, keni prekur vetë realitetin e vështirë që ka çdo shqiptar që është në emigracion. Megjithatë, fatkeqësisht ka ende shumë faktikisht kronikat përditshme që i kemi edhe në MCN, shqiptarë cilët duan që të largohen nga vendi. Çfarë duhet bërë me syrin tuaj që kjo hemoragji, po e cilësoj hemoragji faktikisht të largim kaq të madh qytetarëve, të ndalohet dhe nga bisedat e përditshme që ju keni në terren me qytetarë të ndryshëm, sa besim kanë njerëzit se me të vërtet mund të ndodhë një ndryshim? Qytetarët, duke qenë se janë larguar masivisht, e kanë humbur besimin tek politika e këtij vendi. Dhe kjo është një në pikat kyçe që i mungon këtij vendi. Ajo që ky vend ka nevojë është drejtësi. Drejtësi është pika e parë që duhet të ketë një sistem demokratik. Dhe duke pas drejtësi ti ketë të gjitha pastaj në treg, sepse ndërtohet një treg i lirë, jo klientelist i politikës biznesi, jo klientelist i politikës sistemi aktual që është i blokuar, sepse ti nëse si e i Partisë Socialiste, ti s'ke shanse dhe të bësh biznes në qakun e lërës apo në qarqet ndryshme, sepse dhunohesh, gjobitësh padrejtisht, të vinë gjobet. Pra, është ndërtuar një sistem që i pandëshueshmëria e ka quajtur Shqipërinë në këtë vend, në këtë drejgje. Ajo që do të ndodhi është se meritokracia do të funksionojë në këtë vend, me ardhin e koalicionit Euroatlantik në pushtet. Sepse në një vend demokratik
funksionon vetëm meritokracia dhe drejtësia. Unë kam shku në 96 në Itali. Dhe nga në pak vite arritet të jem një në 10 biznesmen më të suksesshëm të Lombardisë. 10 biznesmenët më të suksesshëm. Ku është marrë dhe një medalje e ardhur nga Ministria e Ekonomisë në 2008. Pra, pa ndimin e askujt, pa tjetët politikës jo, sepse së funksionon kjo pjesë, por vetëm me punë, ndeshmëri dhe me zotësinë personale. Ktheu në Shqipëri, pse nuk e realizon do të Në Shqipëri, edhe pse isha deputet, unë nuk mund të isha konkurrent i biznesëve si që është Kastrati, si që është Zoti Mane, si që është tjetër, sepse këto Zoti Mane hynë Serbez në kryeministri, sikur është prona ati, kemi pa me video që pra këto vendosin 10 vete në Republikën e Shqipërisë vendosin se nga do të shkoje ekonomia, biznesi, 10 kriminal, sepse ne tani i kemi pa gjithë këto emrat famoz në vendosin se kush do të punojë në këtë qytet, kush do të investojë në këtë qytet, sa taks do të paguajë në ndorë, sepse edhe kjo funksionon, kjo taksa në ndorë është më rrezikshme se kjo taksat që këto flasin. Si është taksa në ndorë, në ç'kuptim taksa në ndorë? Po ti s'mund të kesh një lejë nëse s'pagun një krypashkiak apo një përfaqësues, sepse kjo është pa llogaritshme si të mund ta kesh. Kurse në qytetin e Milanos unë kam marrë me 100 leje dhe kam paguar taksën normale. Një ndër ato leje është dhe shtëpia ime që kam ndërtuar në qendër të Milanos, por s'kam pas nevojën për ndërhyrje, s'kam pas nevojë për mik, s'kam pas nevojë të paguhet diçka ndër, kam paguar lejen siç e ka ligji dhe kaq. Ktu nuk funksionon ligji. Ligji është një gjë, maliqi është një tjetër. Ktu funksionon maliqi. Po pse duhet të besoj një qytetar? Dakord jam. Kjo është krejt e drejtë që thuat, i bën një krahasim mes Milanos dhe Shqipërisë. Ka një lloj, le të themi, qytetarë të ndryshëm që janë mosbesues dhe skeptik. Nuk bëhet, thon. Nuk bëhet. Merr valixhet dhe largohet. Apo ka sheha të punën e vetë. Kur i thua kësaj, pse duhet mendoj që ka ndryshim dhe mund të ndodhë ndryshime me vërtet? Qytetarë Republikës së Shqipërisë në këto 20 vite, flasë sepse 92-shin po e marrë sikur një hemorragji e detyrueshme, sepse shpërthyen në kufi dhe u larguan kush mujti dhe kush doli nga burgu apo të burgosur politikë të ndryshëm. Po në këto 20 vite të fundit që zgjidhja atyre që të largohen nga Shqipëria është zgjidhja më gabuar që kanë bërë. Vota është një ndër shpresat e çdo qytetari në demokraci. Ti ke 4 vite për ta vlerësuar një qeveri, nëse është më të vërtet, siç e ka për shembull Gjermania, marrën një shembull. Gjermanët mas 4 vitesh hapin portofolin dhe nëse ka €1 minus në portofol me 4 vite më parë, atë qeveri se votojnë ma. Dhe këtë duhet bëjnë qytetarë. Pra, vota është e vetme shpresë se këto kanë. Një ndër president më të mëdhenj të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Abraham Lincoln, e ka thënë pa 165 vitesh, vota ka forcën e një plumi. Ajo vret sa një plum. Por me një plum mund vrasësh vetëm një armik. Kurse me një vot ti vret të ardhmen e fëmijëve tu, siç e kanë bërë prindit tonë sistematikisht, sepse votojnë duke na larguar ne. Kanë votuar ndër vite duke larguar fëmijët e tyre. Kanë votuar të njëjtit figura. Votuam Sali Berishën në 92-shin dhe u largova unë me motrën e madhe. Votuam Fatosnanën në 2000, u largua vllai dytë me motrën tjetër. Votuam me Diramën në 2013, që isha edhe unë në pjesë në këtë faj kolosal, por ideja për të pas një rotacion, për të larguar një qeveri të korruptuar dhe për të pas një qeveri tjetër, ishte plot bindse, sikur e kam sot. Dhe u largua dhe vllai funit nga Shqipëria. Pra, 5 fëmijë të familjes tonë u larguan fal këtyne 3 individëve. Si mundet sot një qytetar i Shqipërisë të konceptojë votën e tyre për Zotin Berisha dhe të kthehemi 97-s, t'i kthehemi Gërdecit, t'i kthehemi Istini Janarit, t'i kthehemi portofolit Metës, t'i kthehemi sa ngjarjeve tjera. Sa ndjerë që si mund ta votojmë me Diramën ne, kur në këto 12 vite asgjë më tepër s'ka bë, vetëm ka dorëzuar pushtetin krimit organizuar oligarkëve. Dhe sot ky ka vetëm qelsat e Kars. Është një kukull që del aty dhe e ka kthyer me barsaleta fushatën me ofendime, talli me qytetarët, talli me nënat shqiptare, tallet me baballar shqiptarë, tallet me vëllezrit e motrat shqiptare, sepse e ka pasur këto me të vërtet ti votosh këto dy
një frazë mund të shkojë për shtatë ty në qytetarëve që do votojnë me 11 maj këto dy individ. Ajo frazë që ka përdorur Çirik, sepse të votosh këtë du të jesh me probleme mendore. Ne kemi mundësi që të shndrojmë Shqipërinë vetëm me votë. Në qartë. Ju e çelët emision faktikisht me ngjarjen që ndodhi në Lezhë, krimi organizuar, një ngjarje e rëndë në Laç që ndodhi, krimi organizuar, mungesa e sipërmarrjes, mungesa e meritokracisë. Kur jeni në terren që takoni qytetarë të ndryshëm, cilat janë disa prej problematikave në gjykimin tuaj që ju i shihni disa prej tyre që me të vërtet qytetarët në Lezhë, në qarkun e Lezhës i ndjejnë në përditshmërinë e tyre? Unë kam pasur dy gjëra që njëra më bën për të reflektuar vetë personalisht, kurse tjetra janë të ndryshme sepse sot këto dy forca politike që janë në terren mas 33 vitesh përmtojnë akoma drita ujë e rrugë. Tani ka fut dhe këti pasaportën europiane, sepse duke qenë se në këto 12 vite nuk u dha as ujë, as drita dhe as punë, thot merr një pasaportën, largohi nga këtu dhe këta që kanë met e shkoni pini ujë në Europë, sepse s'do kenë dhe 4 vite tjerë nëse këto do i votojnë. Dhe diçka që më bën për të reflektuar se si është e mundur që disa qytetarë mendojnë për votën e tyre, është kur i takon thonë, kemi një gjuhë shumë fjalë të mira Eduard për ty. Ke ndihmuar shumë qytetarë në punë apo në shëndetësi apo dokumentacione që janë me mira, kalojnë shifrën e 30.000 shqiptarëve që kanë marrë pjesë të biznesit jonë. Por s'mund votojnë. Po pse? Jo, jam me PD-n. Po është hajdut, më ky i PD-s. Ta kanë për hajdut, sepse Gjinxhonin drejtësia ka larguar për të korruptuar. Gjek Marka është njeriu që demokratit i quajti Taliban. Në kohën kur e sulmoi Berisha, Partinë Demokratike, sigur Ballaban Pasha në kohë të Turkut sulmoi Gjergj Kastriotin në Kalan e Krujës, pra sulmoi partinë e tij në mënyrë makabre e turpshme. Si mund të votosh këto tani? Disa ti e dinë se këto janë të tillë. Apo zotin Manja që kemi me zonë figurë që kërcënon mësuesit apo qytetarët që pos votuat ne do të fluturoni. Ku do fluturojë? Do të fluturojë pa buk, apo në Homner, apo ku do fluturojë? Një fluturim. Po ti heqësh bukën, do i heqësh bukën e fëmijëve. Pa si mund të votosh këto qytetarë? Se desa ti i ke me zonë figurë dhe me prova që të kalon në sekretar në 30 vite. Dhe kjo është ajo që më bën të reflektoj si mundën ta bëjnë që votën t'ja japin një individi që të ka mashtruar, të ka vjedhur, të ka dhunuar për 12 vite, apo për 13 vite si që ka bërë Berisha. Si mund ta marrësh një individ që sot është bërë qesharak, sepse Kitani ka paguar 6 milion euro për pas një vizë amerikane. Pra si mund ta vëmë kryeministin një individ që kërkon marrë një vizë për me shku ke aleati më i rëndësishëm i shqiptarëve që është Shtetet Bashkuara të Amerikës, si mund të vëmë kryeministin një individ që kërkon me 6 milion euro të marrë një vizë amerikane. Apo një individ, si që është kryeministri Rama, që sot nuk qaset nga asnjë kryeministër tjetër. E vetmja qasje ka pas me zonjën Meloni, sepse për interesat veta ato kanë përdor ato që pam në lajme, ato patëzi që vinë, si kam qenë unë në 96-ën një emigrant, dhe ato kërkojnë një jetë më të mirë, dhe po i bjenë sigur në burgun e Auschwitzit, sepse është kësyrë një kamp Auschwitzi, kjo kamp i tillë ka qenë Auschwitzi, i tillë është ndërtuar në atë kohë kamp përqendrimit. Kjo është kamp përqendrimit. Por kjo për të dalë media botërore, për të dalë në ato si që ka, për tjetër gjë nuk është thirrur ndonjëherë në shtetet e Bashkimit Evropian e Dinama, përveç se kur del me këto idiotësi që i bën çdo herë që del në treg. Për të ndalur në një pyetje të fundit, faktikisht një aspekt që ju keni me të vërtetë ekspertizë. Avantazhi juaj si sipërmarrës. Pra e thatë dhe pak më herë sipërmarrës në Milano dhe me rrugtimin tuaj politik në Shqipëri. Dhe Lezhën e njihni mirë, jeni rritur aty. Ku ka nevojë që të orientohen investimet në qarkun e Lezhës? Duhet thënë se ka një kontrast të thellë mes zonave urbane dhe zonave rurale. Qarku Lezhës është një zonë që ka disa objektive të ndryshme, si që është turizmi, bujqësia, blegtoria, pemtaria, turizmi malor, dhe gjitha këto që përmena, u mungon pjesa thelbësore, infrastruktura, u mungon dritat që në zonën e pikut të turizmit nuk i ke.
u mungon ujpishëm dhe ne jemi qyteti që furnizojmë disa zona për rreth me ujpishëm përveç se qytetit tonë dhe fshatrave tona. Pra, shkon deri në Durrës ujpishëm që del nga Rrila. Pra, ky qytet ka nevojë bujësia të ketë subvencionime që sot janë vjedhur nga këto oligarkë dhe s'ka shkuar asnjë cent. Dhe për këtë arsye Bashkimi Evropian i ka ndërprer ka 2 vite. Dhe kemi një ministër që është akuzuar nga Bashkimi Evropian për korrupsion të lartë, siç është kjo zonja Krifca, si tha, do të bëjmë një akademi çobansh, dhe këto kanë teori të jashtëzakonshme, për të qenë çoban duhet akademi, për të qenë çoban duhet të ketë subvencione dhe bakti, jo një akademi. Dhe kjo është një në turpet që këto s'pushojnë t'i bëjnë. Turizmi, sot marrim qytetin Shëngjinit. Në verën e kaluar për të hyrë në Shëngjin ban 3 orë, për të dalë nga Shëngjini dhe 3 orë tjera. Kjo është e vërtet. Dhe s'ka një infrastrukturë. Dhe kanë bërë një rrugë 3 tani nga ana tjetër e Velipojës, që do të vijë dhe i pjesë e mirë e turizmit që vjen nga Shkoda, që do shohë këtë rrugën e re dhe do vjen të mbyllën në qytetin tonë të dashur që është një mrekulli ky qytet me një plazhe të mrekullueshme dhe do të shtohet edhe 2 orë tjera, pra sepse do mbushen, do vinë nga Tirana, do vinë edhe nga Ka që pasishme është çështja e daljes dhe hyrjes së Shëngjit? Është e zgjidhshme, sepse po të shohësh se në Tolerë Llogurasin vjet 50 milionë euro mund të bëhet një bypass. Po të shohim në tunelin e Dibrës që vjet mbi 100 milionë euro mund të bëhen 2 bypasse për qytetin e Lezhës, e Shëngjinit. Po të shohim rrugën Thuman Kashar që është një vjedhje kolosale, mund të bëte, ky qytet mund të bënte me autostrada mrekullore, sepse është mundësia në malin, siç është bërë nga Velipoja, marrë në Shëngjin Buzmalit, kemi malin që mund dalësh nga qyteti të ketë një unaz. Pra, ky qytet do të ketë një kaos turizmi për 2025. Dhe kjo është e bëme me qëllim, sepse ajo që e bën të diskriminim për veriun, është vetëm e Karhin që ka dhe një tra për të hyrë në qytet, për të pagu 5.000 lekë për tanë në Lezhë. Jo se nuk jam dakord se duhet ketë taks një rrugë, po për të shku në Durrës nuk e ka, për të shku në Lorë se ka, për të shku në Saranë se ka, për të shku në Korçë se ka. Pra kemi një diskriminim që i bëhet kësaj zone nga ana turizmit, saqë për shembull Krybashkiaku ka kërcënuar haptas një në bizneset më të suksesshme jo të Shqipërisë, po tashmë në rang evropian, Mrizizaname. Vetëm se tha një të vërtet të hidhur, sepse legalizimet nuk funksionon, taksat nuk funksionon gjë, dhe Krybashkiaku Pirëndreu e sulmon haptas duke e qujtë se ne të rritëm ty dhe ti po na sulmon, ne të gjujtë me bukë ti me gur. Sikur biznesin ja ka rrit Pirëndreu, si mundet që një Krybashkiak të thojë se një biznes të trajton si të nënës apo një tjetër si të njerë, se nëse është e vërtet se e ka rrit në të vërtet Pirëndreu këtë biznes, po të tjerë që po falementojnë. Cili është mesazhi, zotin Ndosaj, për ata qytetarë që më datën 11 maj do të shkojnë tek kutitë e votimit? Mesazhi im është votën nuk e keni për kandidat të Republikës Shqipërisë, të dashur qytetar Qarku Lezhë. Vota është për fëmijët tuaj. Vota është për familjen tuaj. Vota është për të ardhmen e një qyteti apo një kombi, dhe ta shpërdorosh, si që kemi bërë në këto 33 vite, është një mëkat që i bëhet familjes, fëmijëve dhe kombit tonë. Te a japish votën për një thes mielli apo për një çmim qesharak, sa do i madh që të jetë, sepse flitet se po lëvizin me 500 euro në qytetin e Lezhës duke bler vota, është më turshme se kjo pjesa tjetër. Ta dhurosh apo ta japësh për tifozllëk është e jashtëzakonshme e gabuar. Unë du t'ju kërkoj të votoni numrin 4, sepse është një ndër forcat politike që në këto 33 vite ka ndërtuar programin më të drejtë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Që nga arsimi që është pika kyçe për një kom, që nga shëndetësia që është e domosdoshme se mos vinë qytetarët në Milano, siç kanë ndarë me qindra në këto 2 vitet e fundit, duke na kërkuar ndihmë në Itali, familjar, prind, gjithë në mënyra, sepse nuk gjon një shërim në spitale, dhe ta jepni këtë votë për të ardhmen e familjes tuaj. Dhe Koalicioni Euroatlantik numri 4 dhe Eduard Noci për Qarkun Lezhë do jetë më të vërtet në shërbimin tuaj. Nuk jam këtu për një karrike me 4 kam, por jam këtu që ju me votoni që unë t'ju shërbej, sepse e ndjej dhe e kam këtë mundësi të bëj me plot binje, sepse duke qenë se këto 2 forca politike më detyruan të largohem, kam ndërtuar një jetë atje dhe unë duhet t'jap diçka Shqipërisë. Ju faleminderit. Si intervistë e parë që kishim së bashku, uroj të jemi sërish dhe ishte shumë kënaqësi kjo bisedë. Faleminderit.